Në vijim të aktiviteteve kulturore dhe artistike me rastin e 80 vjetorit të çlirimit të Korçës, Kori Lira, aktor dhe këngëtar, kanë dhënë në mjediset e Muzeut të Arsimit një koncert me këngët më të njohura patriotike korçare, si dhe krimtarinë më të mirë të autorëve të Juglindjes që i bëjnë një hon kësaj ngjarje të madhe. Edhe për drejtoreshën e Qendrës së Artit dhe Inovacionit, Dita e Çlirimit të Korçës ka qenë e ngarkuar me aktivitete të shumta, pasi ky qytet është i njohur edhe si djepi i patriotizmit. Qendra e Artit dhe Kulturës në fakt këtë ditë ka vendosur të bëjë shumë aktivitete sepse është një jubilej i madh dhe më shumë se në Korçë nuk mund të rrinë asnjë vend tjetër. Ju e dini që ne kemi figura të pakrahasueshme të patriotizmit dhe tani jemi në këtë bord të mrekullueshëm të Muzeut Kombëtar të Arsimit, ku do të jetë Kori Lira deri kombit bashkë me aktorët e më të mirë të qytetit për të përcjellë vargje me tematikë patriotike. Kori Lira ka zgjedhur një repertor me shumë kujdes, e cila ka lidhje me 80 orën e çlirimit, sepse ju e dini që në repertorin e Korit Lira ka këngë patriotike të mrekullueshme. Të pranishmit kanë shijuar edhe poezi me tematikë patriotike të interpretuara me ndjenjë nga aktorët korçar Zamira Kita, Ilda Pepi e Giuliano Brisku.